profesor Valtor. Regjizor ka pa ko qef, po s'dijet. Regjizori dance teatrit, pra pedagog i kërcimit bashkohor, jo me këcy kështët, po me valzu, që të genjoni a mëj me këcy piqtu i dej që atjena i thëshim jo a i shkoj këtu këcy të valzu. Që apëshesh e këceva. Ka diplomu për koreograf bachelor në vitin 2016 e master në vitin 2019 në Universitetin e Artëve në Tiranë. Qatë gaboj, këmë korrijan mas, nej? Sot ligjeron si koreograf dhe kërcyës bashkohor, themelues i kompanisë së parë profesionale Dance Theater në Kosovë, Noa Dance Theater, kompani në vitin 2016. Koordinatori i festivalit ndërkombëtar Albania Kosovo Dance Meeting, i vetmi festivali i kërcimit bashkohor në Kosovë, koreograf i trupës rezidente të qendrës Art Police dhe mentor në projekte sociale artistike të asaj qendre. Ka shumë punë të mëdha të prezentune në shumë shtetet e Evropës, Gjermani, Itali, Zvicër, Kroaci e të tjera, edhe festivale ndërkombëtare. Ka realizuar 10 produksione teatrore, koreografike, ndërto Totem and Taboo, Mechanical, premier botërore e cila është jap në Jeruzalem. Për të zot. In-Out, festival në Riga, Megalomania, Equal, Liberte, French Cabaret, e të tjerë. Bashk koreografi në shfaqjen Let's Go në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Gjithashtu njihet për përzierjen e vallëzimit tradicional shqiptar dhe kërcimit bashkëkohor, duke krijuar një gjuhë origjinale skenike. Konsiderohet ndër koreografët më aktiv në Ballkan. O kam të lexuar tu. Sa shku të rëshoj Robert Kimero keq. Njëm ka të qëjni, bap. Pra, konsiderohet një ndër koreografët më të suksesshëm. Punimet e tij shpesh trajtojnë tema sociale, identitare dhe trauma kolektive, sidomos në shfaqjen Kush jemi ne pas luftës, e cila është përpjekje për ta përkthyer përvojën historike në formë artistike multidimensionale. Robert Nuha me neve, për mu, për neve, për publikun, për të gjithë. Opa. Po je Robert, a jeti shkruar vëlla që për çfarë? Tu folë tu. Tash pa jemi se nga te prej nejsan. Robert Nuha, miku im koreograf i cili është në Gjakov për momentin, edhe është Valondeda i mirëmëngjes, good morning, dhe është me neve. Robert, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Edi. Unë çto sa më afër, as më mirë. Sa më larg dokesh pak si Petrit Bakalli. Tu afrut. Mirë dokesh fort. Petritin e kemi legendë dhe e kemi një one and only. Robert, mirë se erdhe Robert Nuha. Mirë se gjeta, po mirë se erdha se ti e veç energji. Veç energji këtu s'ka plus dielli, qyre sollare, këtu unë me sollar funksionoj. Po. Plus ambienti, çfarë do këtë ambienti mas po në radh por. Fantazi. Unë e kom po shpesh këtu kalim po. S'na karo ndonjëherë kështu me hy në radio, po më bëhet çefi që erdita sot. Pra jemi live, Robert, jemi edhe në radio dhe në televizion, edhe numri jonë është 048 kush ka pyetje diçka me fol për Robertin, mundeni në Viber apo WhatsApp me na shkruaj ose me na thirr ose çka do që doni. Robert, mirë se erdhe për herë s'di sot në Gjakov për me punu në shfaqjen që veç po punova tash. Po faleminderit shumë. Gjithmonë me kënaqësi në fakt. Gjithmonë me kënaqësi. Pëlqen më punu në Gjakov? Po, unë kam eksperjenca të jashtëzakonshme me Gjakovën kështu në përgjithësi, me teatrin veçantë. Dhe në Gjakova është për mua mbetet kështu vend që gjithmonë e kam edhe si synim të fshehur, kështu që gjithmonë duhet më shku në Gjakovë. Është një farë refreshi kështu dhe artistik edhe ndoshta intelektual, nëse mund të them. Përndryshe kam shoqëni shumë të mirë të përfshi edhe ty edhe këtë komunitetin këtu, dhe kaloj mirë edhe në prova edhe mas prova, edhe domethënë gjithçka lidhet bukur. Apo dëgjojnë këta se po ka njerë unë tu janis për me, ka njerë e din e rajka, pa ku bësë që mirë, Robert, shto kam dhëmë dhe me këmë po pushim, po s'klen, jaja nuk klen. Po dhe. Po dhe s'lo, valla. Tash Robert është të punu shfaqja me Besim, me regjisorin Besim Ukzmajli, i cili do t'jetë nesër me neve. Qysh po do këtë procesi me Besin, a ki punu ma heret? Jo, është hera parë.
shumë mirë që po takohemi me Besin, me gjithë ne njihemi se ne jemi komunitet normalisht. Komunitet i vogël. Edhe njihemi të gjithë, po nuk kemi pas rastin të punu përpara, e shumë mirë që u hap një rast, sidomos në Gjakov. Është një shfaqje kogja impenjuese, është kogja don kogja punë, sidomos prej aktorëve, sepse ata mbajnë barrën kryesore. Mirë po është një eksperiencë, është një farë labirint i kërkues i vazhdueshëm që na jemi gradualisht duke konkretizu në skenë, edhe çdo ditë më shumë po shihet që po mrrihet një punë shumë e veçantë, shumë origjinale dhe kogja me rezultat interesant. Domethënë presim një shfaqje të mirë. Po. Apo ki dëshirë me bë më shumë dance, më shumë që dëshira Roberti dance teatr, domethënë. Dëshira secilit krijues në këtë rast është që puna e vet me dal me u pa, me u ndje. Po. Mirë po na dallon puna për shembull kur un kam një krimtari që është tipike dance teatr dhe që unë kam barrën kryesore si koreograf e regjisor. Edhe dallon puna kur un jam në shërbim të koncepteve të regjisorit, të tjetër kujt, po. Besit. Po. Dhe sigurisht është puna më e vështirë me arrit me ndërtu koreografi të fshehur qujon, e cila jep rezultatin final pa e mbyt asnjë lloj tjetër artistik brenda, po vetëm me ngrit nivelin aty ku regjisori kërkon edhe synon. Patjetër. Që qefi është gjithmonë, po qefi dhe mund, po, normal, hapësira qashtu. Mendoj edhe jam shumë i sigurt që keni mi bë maksimumin edhe keni mi bë më të mirën, kështu që e presim jo vetëm unë, po krejt publiku i Gjakovës e pret shfaqjen. Thash, jo, keq kuptoj, thash e themet. Robert, tu nis për faktit që Sony Ericsson u do edhe Hugo Bossi tash u do. A do mi do edhe ti dance teatr, mi bo dance vesh teatr. I ndam është. I ndam me gjë. Ti ki bashku. Robert, i përmenda shumë shfaqje, i përmenda shumë punë, domethënë i palodhshëm je dhe punon shumë. Edhe tash së shpejt Roberti komo bo dhe bab, do mi kallzu qëta se ata mene që kome të marrë kohë tash t'i pakës, se Roberti edhe bashortën e ka gjithashtu të njëjtit profesion. Po më është një eksperiencë e re, është për herë të parë të ndodhë. Do një mësu të minë fill me... Si del majt gishtave, se baba në gjumë. Edhe jemi dëtë, si stati që jemi dëtë të fushës njajtë, edhe me të vërtetë moment që përpres me fillu që ajo etape i jetës, edhe nuk e kam absolut asnjë lloj brenge që kam e pengu, për kundrazi, unë mendoj që kam e qenë shtysa kryesore për me bërë prapë punë në më të mëdha. Pa dyshim. Fëmin me vetin teatr, pse s'ka pa lidhje. Albina Dallkë po thotë përshëndetje Edi, edhe juve, edhe Muzafirit, edhe DJ-t, edhe për na përshëndet Recep Kelmendi nga Nürnbergu, edhe Valon Deda nga Lucerni. Do më thonë këtu kemi dëgjues e shikues krejt botës. Robert edhe janë me neve, krejt diaspora shqiptare, edhe krejt njerëzia. Robert, pëdu pakës për shfaqjen e fundit, e cila është komplet e jotja, pas luftës kush jemi ne. Një super shfaqje, cila ishte pyetja personale, na shta muj me qujt, që detyroj mi kriju këtë shfaqje. Unë idenë jo konkrete me titullin edhe me përmbajtjen çka kemi kriju e kam pas shumë herët. Në fakt, mundem me thonë që jam rrit me çat lloj pyetje që a kam rri ndonjëherë me realizu diçka sa do të vogël, me shenju, si me thonë, ata çka ne kemi kalu po të njëjtën kohë edhe me kthy gishtin pak ka vetja. Sepse mendoj që tu nis prej vetës mundemi me zgjidh probleme kolektive, pra se cili prej pa i fol vetës pak në pasqyre, nuk mundesh me fol, po. Ne kemi fillu, ka qenë një punë e jashtëzakonshme, e secilit që ka qenë pjesë e atij produksioni, asaj ndërmarrje. Faktikisht është një ndërmarrje më të mëdha që unë kam realizuar ndonjëherë. Pikërisht. Duke qenë një temë shumë e ndihshme për ne si popull, super më e vështirë. Çatu do të më bëni një pyetje, do të më ndërlidh, a është shfaqja për luftën apo për pasojat që vazhdojnë
edhe pas luftës, po flas për publikun normalisht se unë veç pak a shumë e di, edhe e kam përcjell. Shfaqja është për historinë tonë 3 të fundit. Dhe sigurisht është për pasojat, për traumat që ne i kemi, që nga njerë në vedije nuk i dim që i kemi, po thjesht pasojat e luftës, pasojat e ndërtimit ton pas luftës, asaj se pasojat e humbjes, po të humbjes, të zhdukjes masive që ka ndodhur tek personat që na mungojnë, që nuk i kemi sot, pra tek gjithçka që na rrethon e që lidhet konkretisht me ato që na ka ndodhur. Pikërisht. Po ka qenë më shumë një lloj reflektimi, pra një punë për të reflektuar sidomos në raport me vlerat e luftës. Pikërisht. Edhe kjo fillon tek ne. Domethënë, a jemi ne aty ku duhet jemi pas luftës? A kemi arrit ne ato që njerëzit kanë dhënë gjën më sublime jetën e vet? A jemi aty? A jemi në qatë vi? A mos po shkelim pa dashje ato ëndra të mëdha shekullore të njerëzve që kanë dhënë gjithçka. Domethënë, pas luftës është edhe një pikë pyetje, çka humb njeriu më tepër pas luftës? A humb njerëzit, a humb kujtesën apo identitetin e vet? Pikërisht edhe kjo aty. Edhe kjo. Ceket. Kjo ka shkuar dy paralele, pra është kjo një prej. Sigurisht se ka shumë element brenda. Por edhe tjetra ne kemi tentuar me kriju një gjuhë universale, sepse lufta nuk na përket vetëm ne, po thuaj se gjithë popujt e botës kanë kaluar nëpër një lloj cikli të tillë. Edhe jemi munduar me gjetë një gjuhë universale që komunikon lirshëm kudo që të shkojmë edhe kudo që prezantohemi. Pikërisht. Edhe pak a shumë me ngrit, pra ka qenë tendencë me i dhënë një shtys gjinisë së dans teatrit, që është një gjini relativisht e re në raport me gjini tjera në Kosovë. Pra mundem me thënë lirisht që është shfaqja më e madhe dans teatrit që ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë, besoj edhe më gjanë. Ka pas zhana krejt të reja që ka ndodhur, pra muzika ka qenë 100% e gjallë, e krijuar prej trimër dhomit. Ka qenë tekst komplet original, i shkruar, i nxjerrur nga laboratorët krijuese, po edhe i shkruar i realizuar në mënyrë perfekte nga Shpëtim Selmani. Pra gjithçka ka qenë punë që ka buru nga brendësia jonë, nga traumat tona, nga... Do thotë Shpëtim Selmani si autori i projektit është o bazuar në dokumente reale apo në metaforë teatrore? Ma tepër. Jo, në dokumente reale. Dokumente reale. Aty ka shifra, momente, ndodhi, ngjarje që kanë ndodhur realisht. A janë prek aktor gjatë procesit, a ka pas raste ku janë prek aktor dhe kur kanë pas në ndjen që me ndërprer nashta edhe provën në atë ditë? Ne gjithë kemi arrit një farë lloj kemi pas kështu seanca të vazhdueshme me veten. Sepse ballafaqohemi për ditë me brendësinë e një gjëje që shpesh herë ne e shohim nga jashtë. Thjesht nga jashtë. Për shembull, brenda shfaqjes është trajtuar tema e fëmijëve të vramë. Në luftë 1432 fëmijë të vramë. Sigurisht këto janë materiale që na kanë ardhur ekskluzivisht nga producenti dhe ideatori kryesor Nusret Plana, profesori i nderuar. Nusreti do të thotë është producent dhe ideatori i veprës komplet, po. Është ai motori i krejt shfaqjes faktikisht. Për arsye që të arrish me kriju një ndërmarrje të tillë pa përkrahje shtetërore. Çfarë do ashta më dalë të përkrahja? Përkrahja? Pa përkrahje shtetërore. Pa përkrahje shtetërore, zero përkrahje shtetërore. Me gjithë dëshirën, kërkesat e vazhdueshme që i ka pas, po nuk ka rezultuar. Nuk ka kalu. Jo. Thjesht edhe ka pas një lloj injorimi, faktikisht mund të më thonë. Kjo është halamaron. Po, përveç kryetarit të kryeqytetit, i cili me ato mundësitë e veta na ka ofruar hapësirat edhe mbështetjen e tij të vazhdueshme gjatë projektit edhe pas projektit. Kryetarit zotit Popajm Rama. Përndryshe, të gjitha institucionet tjera shtetërore kanë qenë totalisht veshurdhër karshi kësaj vepre, e cila në premier mund të them që ka mbledh rreth 2400 njerëz në teatr. Konkretisht në AMC
hall që është në Prishtinë. Do të thotë një numër jashtëzakonisht i madh, një numër jashtëzakonisht i madh i ndjekësve dhe të bazu prej numrit të madh të ndjekësve, a mendon që ka arrit dikush spaku një përqindje e vogël me u shëru prej kësaj shfaqjes, prej traumave të brendshme të veta? Unë e di që shfaqja ka pas një impakt jashtëzakonshëm, edhe mund të me thonë që edhe sot kur takoj njerëz që kanë qenë pjesë e asoj maratonet, asoj dite, kështu maraton skenike, nëse mund të me quajt, shoh atë lloj reflektimi të vazhdueshëm në vazhdimsi. Pra, njerëzit e kanë përqafuar një gjë të tillë, audienca gjithë e kanë përqafuar një gjë të tillë dhe sigurisht që i kalon një mbresë edhe një vazhdimsi të asaj që ne nuk mundemi me ikë. Po, historisë tonë. A ka mjaftuar Robert për faktin që e ke zgjedh trupin dhe vallëzimin për me tregu më shumë histori se sa tekstin, domethënë edhe pse ka pasur edhe tekst normalisht, po realisht trupi dhe lëvizja kanë qenë gjuha e cila ka depërtuar më tepër të publikut. A ka mjaftuar kjo, po? Unë besoj që po. Në faktikisht nuk ka qenë vetëm kjo. Pra, unë mund të me thënë që alternimi kryesor është ndërmjet gjuhës së fjalës, teatrit, po edhe gjuhës së trupit. Gjuha e trupit ka rëndësi të madhe. Alternim kryesor është kjo, por pjesa tjetër është edhe krijimtaria muzikore brenda, është përdorimi i laserave për të krijuar një botë të ndamen mes reales edhe surreales, pra botës përtejme dhe asaj që ne e shohim sot. Ka pas një teknologji që është përdorur mund të me thënë në vepra në Kosovë, ndoshta për herë të parë në atë kohë. Pra ka qenë multidimensionale në shumë aspekte për të arritur me çu edhe me përçu mesazhin që kemi dashur. Dhe mendoj se ka qenë rruga e dur dhe zgjidhja më e mirë. Sigurisht gjithmonë ka hapësirë për mirësim ose për të rikriju ose për të avancuar në diçka që ne kemi vesh ndërtuar. Përpara se me të bëj pyetje tash edhe diçka për gjuhën e trupit edhe për ndjeshmërinë tonë kur e ke marrë vesh, po më intereson me ditë pse shfaqja nuk ka ardhur në qytetin tonë, në qytetin e Gjakovës. Tu ditë që skena besoj është e mjaftueshme. Edhe salla është goxha e madhe, po edhe skena besoj që është më e madhja në vendin tonë që kishim mujt nashta me përballu. Ka qenë dëshira jonia, mbetet dëshira imja e pa. Domethënë Alan nuk është ka mundësi të vi. Sigurisht. E presim inshallah po. Kemi pas kërkesë për ta sjell këtu. Po. Ka pas një angazhim të personave të cilët kam shumë respekt për ta, sidomos Petriti, që ka dashur me e gjetë formën për me sjell për një ndërmarrje e tillë, kaq e madhe, shumë problematike me lëviz dikon po spate për kroja direkte nga shteti. Buxheti ai që po, edhe gjithmonë ka frenu buxheti. Ne kemi pas edhe ftesë për në Gjilan, në flakën e janarit. Po. Në 2 vite rradhazi. Është kosto e madhe me lëviz sepse është trup. Një ndër pengesat kryesore është trupa është përbëhet prej shumë sa persona totalisht? Që luajnë në skenë janë 36. Po. Pastaj është bendi, është solo. Diku afër 70. Po me gjithë njerëzit shkon diku te afër 60 që 70 që shkon. Mirë, Robert, më intereson kur e kuptove që do të merresh me trupin si gjuhë? Nuk e moj mend. Shumë i ri, a? Shumë i ri, në fakt. Unë pjesën e kërcimit e kam pas gjithmonë pasion, pra më ka ardhur natyrshëm, e kam realizuar natyrshëm, se kam sforcuar në asnjë moment. Dëshirën gjithmonë e kam ditë ku do të shkoj, edhe çka do të bëj. E kam pasur kështu një pse. A të ka shku mendja një herë tash të ditë prej faktit që është ka monetizohet gjithçka, më nis me kthy edhe në përdorsma. Për shembull, është 20 euro 6 metra, anë sa. Me metra. Ka shumë kolegë, ka shumë njerëz të fushës që merren pikërisht me këto që shkojnë edhe në përdorsma dhe në ahengje të ndryshme. Kanë edhe bende edhe grupe, shkojnë edhe e hiashojnë aty janë. Siç shkon një artist këngëtar për të kënduar, mund të shkojë edhe një artist vallëtar për të vallëzuar, unë e respektoj shumë këtë pjesë sepse mendoj që po ti s'ke kohë për këtë temë.
Po besoj që jo. Po besojmë edhe na. Roberta të ka shku mendën e herë mu tërhek. Me thonë nuk po du më marr me këtë temë se boll, ma keni lodh shpirtin. Më dal në dangall përpara ne son. Me ta gërdit edhe dy ballzi. Nuk besoj që ka nuk besoj që është dikush i komunitetit, sidomos i komunitetit artistik tek ne, që për shkak të vështirësive të rrethonave nuk ka ardhur ndonjëherë me një pikë tillë. Edhe të gjithë kanë një moment. Kanë një mini talent vogël. Po pastaj është diçka mbrana vetës të secilit që nuk e lën në udhëheq. Pra, ndoshta kanë pas momente për shkak të rrethonave, sigurisht. Po. Jo për shkak të individëve asnjëherë, por për shkak të rrethonave të përgjithshme që njeriu ka vlerësuar se është më mirë këtu apo diku tjetër. Se jo për të udhëhequr. A më mirë këtu atje quhet edhe misioni jam, domethënë, a më mirë këtu atje. Edhe kur ke eksperjenca ndërkombëtare, pastaj shehet dallimet edhe e sheh mundsinë që është në përbotë dhe është goxha e vështirë me vendos mos me u largu. E kresh. Po për mua ka qenë shumë e lehtë. Shumë e lehtë në kuptimin që kur jam kthy dhe kam filluar me bë këtë pjesën e Noah Dance Theater që është që unë jam shumë krenar me ato, është një alternativë, është një dritare e re për artista. Për mua ka qenë shumë më e rëndësishme se sa vetvetja në kuptimin e domethënë sipas kësaj që jetu e tregu Robert, po na vërtetohet që skenat ka mësu shumë për jetën reale. Po, pa diskutim. Skenat ka mësu edhe që vazhdon me të mësu për jetën reale, për rrethonat reale, për gjendjen që kemi. Po më intereson arti që ju e bëni, a është luks apo është nevojë? Për dal, sidomos për dal nga një situatë, nga ndonjëherë kaos ndoshta. Unë mendoj që arti në përgjithësi ka linë si nevojë. Pra është nevojë të shprehurit, nevojë edhe atraksionit, edhe është nevojë kur e sheh në përgjithësi. Po unë mendoj që gjuha e trupit flet shpeshherë atë që fjala nuk mundet. Pra gjuha e trupit është gjuhë shumë unike, shumë universale, shumë komunikuese, është diçka që nëse ti mundesh me mashtru me fjalë, nuk mundesh me mashtru me trup asnjëherë. Dhe mendoj që nevoja e shoqërisë për të tentuar, për të alternuar, për të pa mundësi të reja, për të komunikuar me gjuhën tonë të bukur, duke u bazuar pse jo edhe në pasurinë tonë kombëtare tradicionale të vallëve, për me qu tutje, për me i fut me ingranu në një gjuhë teknik qase krejt bashkohore, për të sjellë diçka të veçantë në botën e afron popullin tonë me popull të tjerë. Pra mendoj që është një prej formave më unike të prezantimit të materjes, nëse mund të më thonë lëvizjes trupore, gjuhës, shprehjes tonë. Unë i përmenda disa shfaqje, edhe njëna prej cilave ishte edhe premier në Jeruzalem. Po. Çush ka qenë ai rast apo unë kam marrë një ftesë prej Jerusalem Solo Dance Festival. Atje është një super koreografe, një super përcimtare e cila është shumë e kërkuar në përbot, edhe e cila ka themeluar një festival në Jeruzalem që është jo ISDF, pra quhet një prej festivaleve më të rëndësishme të zhanrit dansit bashkëkohor në kuptimin e punëve solo ose duo. Dhe mu më ka ftu për një rezidencë, më kam qëndruar atje për gati një muaj në Jeruzalem. E kam ndërtu komplet shfaqjen aty, edhe kam prezantu në Jeruzalem, pastaj shfaqja pas Jeruzalemit. Çush ka qenë ajo eksperiencë, Robert? Fantastike. Ndoshta mund të më thonë që realizimi më i madh i imi jo vetëm artistik, po edhe personal. Do thotë mendon që të ka ndryshuar edhe si njeri? Po. Absolut më ka ndryshuar si njeri, po. Do i po ndoshta edhe kushtet që janë anaj parë edhe trajtimi. Kushtet, trajtimi, vendi si një prej vendeve që ti i gjen të gjitha, mund të më thonë, besimet prej monumenteve të rëndësishme historike njerëzore deri te bashkëtesa e cila është
shumë interesante atje. Gjithçka ka ndikuar që unë me pas një qasje krejt tjetër për jetën e për veten. Edhe për veten, për trajtimin e vetvetes. Po, ka qenë një farë ballafaqimi me anën time të brendshme shpirtërore, kështu. Gjatë gjithë kohës që kam qenë atje. Për këtë to shfaqje Robert që i ke bë për këtë to punë bashkëpunime ndryshme gjëra, a mendon që e ke të identifikuar stilin ton apo po mendon që haloje në kërkim stilit ton se ti normalisht i ri për gjithë këtë punë që ke bë? Tani mos më bërt. Mos më vërtet çka më ka të bëj. A mendon që e ke gjetë stilin, domethënë nëse dikush është në shfaqje, nashta unë që kemi punu begi shfaqje bashk, nashta unë e di sakt që Roberti pas ka bërë çta. Po domethënë është e identifikuar si Robert. Po besoj që kjo është pyetje që është më shumë i bë tjerëve se sa mu. Po në kuptimin se është më shumë perceptim për mendimin tim. Po sa i përket gjetjes stilit ose asaj çka kulminon kështu, unë besoj që kam arrit në disa pika, po që vetiu nuk du ta pranoj që e kam rrit çat pikë. Pra, në farë forme unë jam kërkim të vazhdueshëm të gjanave të cilat mundem me çu tutje ato çka unë besoj, pra ato çka unë punoj me të, me trupin, fizikun, kërcimin, pra gjithmonë ka edhe nuk mbyllet kurrë, kështu që apo më dallu besoj që është kollaj. Kollaj, po. Kur isha udhëheqës i teatrit Robert, e kom pas princip me i prit krejt publikun edhe me i përcjell krejt. E domethënë çdo njeri që ka ardhur, ja kom jap dorën dhe çdo njeri që ka shku, veç nëse ne kush më ka ik. Domethënë e kom prit krejt publikun dhe kom përcjell. Më ka interesu kur publiku dilke prej sallës i heshtun, edhe gjithmonë e merrsha si sukses. Po ka pas momente që dikush më ka pas thonë kur del publiku prej sallës unë e marr si dështim. Po më intereson prej shfaqjes pas luftës ku jemi ne, çush ka ndalë publiku prej sallës? Kjo çfarë po thu është shpesh herë ndoshta e mendojmë vetë për me bë muhabet nuk na ka rënë rasti. Po më vjen mirë që e çele kështu si se është shumë interesant për mua. Edhe në çdo shfaqje, jo vetëm pra këtë në varet se si e përjeton një audiencë e caktuar. Te pas luftës ka pas që të gjithë sigurisht që kanë pas një lloj reflektimi të brendshëm në fund, pra ka pas pak fjalë, mundem të thonë. Ka pas një lloj ngrohtësie, një lloj qetësie, një lloj heshtje, një lloj reflektimi shumë i thellë. Hezitim edhe me fol. Pra, nëse mundem me thon, për shembull tek në Prishtinë që kemi pas audiencë numër shumë të madh, në asnjë moment nuk e kam dëgjuar asnjë karrik tu lëviz. Aq ka qenë publiku i fokusuar dhe i përqendruar brenda shfaqjes. Me dëgjush apo bëva. Dhe sigurisht që kjo është shumë sukses i madh. Por njerëzit se si pastaj ata e përjetojnë, sigurisht që kjo është individuale, është personale. Edhe pikrisht dans teatri, konceptet bashkëkohore kanë pikrisht to që nuk japin një rezultat caktuar, pra japin element ndryshëm që perceptohen sipas eksperiencës jetësore të secilit që vjen me shfaqje çka ka kalu, çka ka përjetuar. Edhe nuk është e njëjtë, por alternuar, nuk është. Po më intereson Robert një pyetje të fundit. Po. Shkurtimisht me pak fjalë, pas luftës kush jemi ne? Ne jemi ata që u pa ndje. Ne jemi ata që u pa ndje. Në shesh. Faleminderit shumë Robert që erdhe, suksese në krejt karrierën tonë, suksese në projektet të panalshme, edhe une me nxit po pres me ardh projekti, se në këtë projekt veç nuk jam për shkak të punëve dhe angazhimeve shumë të mëdha, po jam shumë i sigurt që shumë shpejt do të punojmë bashkë. Faleminderit shumë Robert që erdhe. Faleminderit.